Pikërisht dëshiroj që ta nisim bisedën tonë nga elefanti në dhomë që po konsiderohet përplasja tashmë frontale mes Albin Kurtit dhe Vjosa Osmanit në politik, po merr vëmendjen më shumë se çdo premtim apo problem real për vendin. Si e parashikoni ju garën mes tyre që simbolikisht kanë marrë dhe numrin 1 në listat e tyre? Po, është vërtet ka qenë një kombinim interesant në vitin 2021, edhe pse nga aspekti ideologjik nuk është që janë përputh shumë, sepse zonja Osmani thotë që është e qendrës së djathtë apo e djathtë, paktën nga kuptimi i saj ideologjik, ndërsa zoti Kurti është një majtist pak më ekstrem nga pikpamja e tij ideologjike, pra kanë qenë dy ideologji që nuk janë përputh, por për shkak të interesave politike të asaj kohe, pra për interesave personale, janë bashkuar dhe kanë krijuar një momentum në atë kohë të ri dhe të cilët e dim rezultatet. Tash normalisht pikërisht ky bashkëpunim i dikurshëm kthehet në një betejë të ashpër për pushtetin e ardhshëm që do të dalë pas 7 qershorit dhe do të jetë një garë nxehtë. Pra i gjithë debati më shumë do të fokusohet se kush ka pasur të drejtë, kush me kë i ka dëmtuar raportet, kush ka tentuar të dëmtojë raportet, kush e ka dëmtuar këtë proces apo atë proces, pra besoj që pjesa më e madhe e garës, sepse edhe s'ka shumë kohë, vetëm 10 ditë është përafërsisht, po them 10 ditë është e plot, gati thuajse kampanja zgjedhore sa lejohet për shkak të zgjedhjeve të jashtëzakonshme dhe një pjesë e madhe e gjithë debatit të energjia do të konsumohet në akuza dhe kundër akuza, por edhe do mund të ketë edhe informata të reja për të cilat ka pasur mos pajtime mes Vjosës, në atë kohë presidentes dhe ish kryeministit Kurti. Por sa serioze është krizja mes tyre dhe a mund të shndërrohet ajo në një krizë të rëndë, siç e theksuat dhe ju personale dhe të kthehet tek ajo e fushata e shëmtuar e thuajse 2 viteve më parë ku patëm një lumë ofendimesh, ku palët u distancuan aq shumë sa nuk gjetën hapësirë për të krijuar një mazhorancë të qëndrueshme apo një koalicion mes partive politike. Nuk është që palët tash kretë është për shkak të interesave personale, për shkak se zoti Kurti nuk po e dëshiron një president i cili i del jashtë kontrollit dhe është, po themi kushtimisht, më i pranishëm dhe më i fuqishëm në arenën ndërkombëtare me partnerët aleatët e Kosovës dhe në këtë formë ka dashur që ta eliminojë një konkurrente të tillë, edhe duke ditur kostën që mund të humbë diçka gjatë rrugës, pavarësisht kostës disa përqindje apo votave, ka menduar që mund ta rikuperojë në një garë tjetër. Dhe kjo ka qenë arsyeja pse zonja Osmani nuk është presidente, jo që opozita ka pasur ndonjë po themi kundërshtim të thellë, sepse as opozita s'ka qenë e gatshme për zgjedhje, por për të mos i nënshtruar një diktati ku të gjitha postët kryesore i takojnë të njëjtës parti, siç ndodh në Shqipëri, ku Partia Socialiste thuajse i ka të gjitha pozitat kyçe në udhëheqje, pra dhe në Kosovë pak a shumë është një kopje e tillë, pra është tentuar të bëhet një kopje e tillë, por te ne opozita është pak më, po themi, më e fuqishme, jo në nivelin që do duhet të ishte, por jo në nivelin që është në Shqipëri, dhe kjo i ka acaruar opozitën dhe nuk kanë dashur që të bashkëpunojnë, duke ditur që edhe zoti Kurti një në formë apo tjetër nuk është më i besueshëm te partnerët të tjerë, pra që të krijohen qeveri dhe koalicione, pra e ka humbur mirëbesimin te partnerët që ky person e mban fjalën mas 1 muaji edhe 2 muaj apo 3 muajve. Pra në farë mënyrë edhe kjo, në farë mënyrë edhe pse duket që e ka favorizuar zotin Kurti, por e ka penalizuar në bashkëpunimin më të thelluar dhe më afatgjat me ndonjë nga partitë politike shqiptare. E qartë, besoj duke qëndruar të partitë politike shqiptare e keni parë listat e tyre të kandidatëve për deputet, si u duken për nga emrat dhe radhitja e kandidatëve? Edhe është një, si me thënë, listat për deputet në Republikën e Kosovës, të paktën ato nuk përpilohen, sepse përpilimi kërkon një debat politik brenda partisë, se cilat sektor partia ka nevojë për çfarë profesionista e kështu me radhë. Pra një farë mënyre të ne gaduhen, pra në momentin e fundit, si me qeni fast food. Nuk është me rëndësi nga njerë edhe emri apo pesha emrit, është me rëndësi
kompozimi i gjithë asaj çështje, integrimi i tij ose i saj në këtë vizion dhe këtë program politik, pra është një anomali në veti. Pra, për shembull, në listën e vetëvendosjes ka hyrë një hoxh. Pra, për të parë hyn një hoxh me një listë të majt, ku ka dhe ateista, ku ka dhe ata që besojnë që duhet me pas martesa të gjinisë së njëjtë. Pra, kjo është pa fije, pa logjik dhe pa racionalitet dhe pa ideologji. Pra të qartë, prandaj thash gatuhen ato, nuk përpilojnë, aty ku nuk ka debat politik, ka kalkulime klanore, përfitime, vota që kështu me radhë, dhe aty ku nuk ka ideologji, zakonisht ka servilitet, pra se nuk ndodh, nuk po flasëm për parime, për integritet, për profesionalizëm e kështu me radhë. Dhe kjo një farë mënyrë na shitet mandej në fund si një farë lloj vullneti demokratik. Të gjitha partitë, për mendimin tim, kanë bërrejtje në mënyrën se si janë përpiluar, thojza gatu listat, sepse ato duhet të bëhen më herë, duhet të jenë më serioze dhe duhet të jenë, si më thënë, të strategjike, të kërkuara për pozitat të caktuara apo për sektor, për shembull të energjisë ku kemi nevojë për inovacion, për shëndetësi, jo vetëm, domethënë, vetëm po themi kushtimisht historian në kuptimin figurativ, nuk do të thonë që janë historian, por në kuptimin e asaj se çka kërkohet sot në botën moderne. Në për mënyrë listat janë për mua jo serioze, sepse ne ende kemi parti lideriste, këtë rast që është vetëvendosja, dhe në për mënyrë lideri vendos gjithçka, nuk ka debat politik brenda subjektit, dhe lideri e merr barën fitores ose të humbjes në çdo land. Por apo përdoren këto lista? Listat janë të rëndësishme, por nuk është ajo kryesorja e cila do ta ndihmoj partinë që ta po themi konkretizoj mandej programin politik. Pra kjo është ajo esenca pse listat, mënyrës se si bëhen listat nuk përfaqësojnë ndonjë seriozitet të madh. Pikërisht sa i përket seriozitetit dhe përdorimit të këtyre listave për deputet, a përdoren ato si instrument për të forcuar kampet brenda pushtetit, për shembull në LDK? Kthimi i zonjës Osmani ka tronditur jo pak boshtin.